Amerikanja si shkatmoni, po shtajnë dorë. Shaj respekt. Shpëndon të ki fundit dhe ata s'ka i ka ona tjetër. Respekt. Edhe një me faqi. Shumë nga ona tjetër në s'ka si. Presidente të një, që ti pasin haqu? Po. Ka marrë kërë. Jemi të jo vëllerësi, kemi bërë sa për të në haqë që nëse më dhe marrë një vendosë. Cilën tonë. Respekt. Respekt. A më një ndikat, në mësari atë... A mund të para kamerave, lutëm. Ende deputete e pa vetuar, duke pritur vetimin. Zënë deputeta zëntarë shtetëre me njime në gjykatës shurtusa do të bëni për në qytetarën e listës serbë. Sot kemi ardhur për të konsultuar organet e Kuvendit të Republikës së Kosovës në një ditë e cila është konsideruar se tashmë është e vonuar për faktin se shkoi shumë gjatë edhe procesi i rinumërimit. Kemi ardhur në ditët dhe javët e fundit ku shumë procese në Republikën tonë mund të rrezikohen, përfshi miratimin e buxhetit, miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat disa prej tyre njën fakt ka afat deri në fund të kësaj jave, dhe shumë e rëndësishme që sot të votohet për Kuvendin e Republikës së Kosovës, për kryetaren e Kuvendit, nën kryetarët e Kuvendit dhe pastaj të votohet qeveria që mund të procedojë me punë sa më parë. Prandaj Ka gjasa që sonte të votohet qeveria? Ka gjasa që sonte të jenë dy seanca, gjithsesi sot të jenë dy seanca, njëra që fillon orën 5 që ka të bëjë me organet e Kuvendit dhe tjetra e cila fillon pastaj varësisht nga sa do të zgjatë kjo e para, që nuk e besoj shumë. Është për të përshëndetur qasja bashkëpunuese e gjitha grupeve politike të përfaqësuara në Kuvend në mbledhjen e djeshme, të ftuar nga kryetari deri tashëm i Kuvendit Zoti Basha, ku ka pasur dakordim prej kërkesës për ndrim të orarit të seancës e deri tek procesi i votimit. Prandaj jam optimiste që në seancën e parë nuk do të ketë vonesa, nuk do të ketë çështje të cilat mund të jenë befasi ose të papritura, të paplanifikuara dhe pastaj të procedohet siç dihet me mandatarin dhe seancën tjetër. Një akusare që ka ndryshuar prej seancave të kaluara në lidhje me postin e nënkryetarit serbe edhe në lidhje me votimin në pakot të nënkryetarëve. Çka ndryshoi për lëvizjen vetëvendosje që tash u dakordut që me vazhdu në pako e veçanërisht me votunin nënkryetar nga lista serbe? Ka ndodhur zgjedhjet e 28 dhjetorit, ka ndodhur një proces i cili na ngarkon me shumë përgjegjësi të gjithë këtu që jemi, por gjithashtu qëndrimi politik mbetet i pandryshuar. Asgjë në raport me qasjen dhe mosbesimin që kemi ndaj çfarë do komunikimi ose bashkëpunimi me këtë grupin politik që fatkeqësisht deri më tani ka treguar vetëm kundërshti në raport me interesin e Kosovës, asgjë nuk ka ndryshuar. Interesi i Kosovës është mbi të gjitha dhe ajo çfarë duhet të ndodhë sot është të ruhet mbarvajtja e jetës institucionale, interesat e mira punëtorëve dhe gjithë atyre që janë në shërbim të këtij vendi, në sektorin publik, por edhe në sektorin privat, e natyrisht edhe të procedohet me ato obligime që i kemi, që mund t'i kishim kryer para datës 28 dhjetor, ato të cilat u kërkua e u lutën shumë herë, edhe partitë e opozitës, edhe nga ana jon, edhe nga ana e presidentes, për votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, afati të cilave s'ka dhënë tepër shpejt. Ndërsa ne prej atëherë deri tani e kemi qartësinë mbi vullnetin e qytetarëve të Republikës si asnjëherë më parë dhe mbi atë përgjegjësi ne do të sillemi dhe do veprojmë. Zëra Kusara do ndryshohet ambijuar për ministrët që pasi propozuar në tentativën e parë të kujtit të në dhjetor në fakt të vitit të kaluar. A kemi biseduar me kryeministrin? Kam biseduar deri në këtë moment, besoj që nuk do ndryshohet se çfarë do të ndodhë brenda mbetet të shihet kur ti prezantoj kryeministrin kur ti të gjithë kabinetin qeveristar. Ju faleminderit shumë. Da li ste razgovarali možda imeno za predsjednika ili predsjedničku postavku? Jo, ende nuk kemi biseduar.
për emër, për arsye se janë votimi për kuvend dhe pastaj votimi për qeveri dhe pastaj do vijë votimi. Edhe në pyetje, a do të jetë Albina Axhiu, kryetari i kuvendit? Për propozuara. Po, besoj që edhe propozuara edhe kryetari i kuvendit. Ju falenderit shumë. Okej. Sa respekti me O, ju besoj të pitë, balo, janë da shqe, në lojë të pëllim Tranche bazën. Po më një dëgove sa më një? Shkja u shas, se apo më në fori? Ne e ti. Dhe salë. Vezio? Edhe? Në kjamë. Aha. Ne e ti, sa të zome shma. Allah'ın babası. Tranche bazën. Po më një dëgove sa më një? Shkja u shas, se apo më në fori? Ne e ti. Dhe salë. Vezio? Edhe? Në kjamë. Aha. Ne e ti, sa të zome shma. Koda? Asociacja Inicjatywy Stabilitem. Kur e vërtet vjen shkile Halil Koçi. E ka shumë.
Potrà poi dormire me a home se non ti... E gruva me. Para tempo se bastante, não ose thjesht e lënë ti të marrën të tjerë. Çfarë mos të Ja po jam baba. Jam baba. Det spelar Prej 12 me deri nga sa më të lehtë. A se brituni ti pëlqen? Valjë, ka punë me asha kreativ në kamë. Dhja po ashë në
Kosova Demokratik Partisi. Me këtë rast, më lejoni që në primim që dëshirojmë shëratje dhe fund të mbarë të gjithë të puteteve dhe të puteteve të legislaturës së djetë të Vendit të Republikës Kosovës. Njëkohësisht, në të veçantë që të përshëndes e ku dëshiroj mirëseardhje mysafirëve të nderuar, ushtuesës së detyrës të shefit të zyrës së BE-s në Kosovë, Gjoni Eva Alatova. Ambasadorëve të vendeve unike të akredituara në Prishtinë dhe të gjithë të punëve të tjerë të pranishëm në personale, si dhe medjeve që përfaqësojnë personale konstitutive. Të nderuar deputete, kryetari i Vendit të Legjislaturës e nëntë, në mbledhjen e përbashkët të kryetarit të subjekteve politike, që ka fituar vende në kuvend, të mbajtur në ditë shkurt 2026, ka bërë përgatitet për mbajtjen e seancës themeluese të legjislaturës së 10 dokumentit, të zgjedhur nga Presidentja e Republikës së Kosovës, Shpestia e saj zonja Kosovë Sateri. Vendi i deputetëve në 3, zgjedhjen e kryetarit të Vendit dhe në 4, zgjedhjen e nënkryetarëve të Kuvendit. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, sipas menit Gjergj ka propozoj një deputet për antar të komisionit. Përshëndetje kryesues, membri të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Bashkërisë Deputeti të Parishit. E lidhjes demokratike të Kosovës që ka propozoj një deputet për antar të komisionit. Kosovës, anët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, propozoj deputetin Armen Seli. Stoj përfaqësuesin e socialistës. Ishin në këtë deputet kanë votuar, kemi asnjë kundër, asnjë abstenim. Konstatoj se Kuvendi e mbroi antarët e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e quorumit dhe të mandateve të deputetëve. Këtoj komisioni që të takohet me një në sallën nr. 10, pastaj Kuvendit të paraqes raport. Faleminderit të kryesues, nderuar kryesues, nderuar konstitucionet, të nderuar kolegë deputet, të dashur shëndet. Komisioni i Përkohshëm për verifikimin e quorumit dhe të mandateve i Kuvendit të Republikës së Kosovës, i themeluar me vendim të Kuvendit të Republikës së Kosovës me 11 shkurt 2026, në bazë të nenit 9 paragrafi 4 të rregullorisë së Kuvendit, Kuvendi paraqet këtë raport. Në mbështetje të nenit 9 paragrafi 5 të rregullorisë së Kuvendit, Komisioni i Përkohshëm për verifikimin e quorumit dhe të mandateve në mbledhjen e mbajtur në 11 shkurt 2026
e shfrytoi dokumentacionin për kartës zgjedhore Sivia. Vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr. 01/235/2026 të datës 09/02/2026 për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës Kosovës të mbajtura me 28 dhjetor 2025 së bashku me listën përfundimtare të kandidatëve të certifikuar. Komisioni në bazë të shqyrtimit të dokumentacionit të cekur me lartë konstaton. Me legislaturën e 10 të Kuvendit të Republikës Kosovës janë certifikuar 120 deputet nga subjektet politike të koalicionit që kanë marrë pjesë në zgjedhjet për Kuvendin e Republikës Kosovës të mbajtura me 28 dhjetor Sivia. Lëvizja Vendosje 57 deputet. Partia Demokratike e Kosovës 22 deputet. Lidhja Demokratike e Kosovës 15 deputet. SLR 9 deputet. Aleanca për Harmoninë e Kosovës 6 deputet. KDTP 2 deputet. SKO 1 deputet. Koalicioni Batas 1 deputet. NSS 1 deputet. IRDK 1 deputet. SDU 1 deputet. PLR 1 deputet. PSA 1 deputet. JGP 1 deputet dhe LPRK 1 deputet. Komisioni ka konstatuar trashëgorinë e mandatit të deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës sipas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr. 01/2026 të datës 09/02/2026 për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës Kosovës të mbajtura me 28 dhjetor 2025 së bashku me listën e përfundimtare të deputetëve. Në seancë konstituive janë të pranishëm 180 deputet, andaj komisioni mbështetën dokumentacionin për kartës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës Kosovës të mbajtura me 28 dhjetor 2025 së bashku me listën përfundimtare të deputetëve, i rekomandon seancës konstituive me vota unanime të të gjitha anëtarët të komisionit të përfaqësuar nga subjekte politike parlamentare në Kuvend që t'i vazhdojnë puntimet sipas agjendës së paraparë me rregullohen në Kuvendit. Konstatoj se Kuvendi miratoi raportin e Komisionit të përkohshëm për verifikimin e kurumit të mandateve të deputetëve të legjislaturës së vjetër. Vazhdojmë në pikën 2, kërrendit të ditës, petimi i deputetëve. Të nderuar, njësoj se petimi solemn të deputetëve është i veprim paraparë dhe rregullore të Kuvendit. Tekstin e dekretit të deklaratës së vetimit ka secili deputet paragrafos dhe ekipën të ndihmuar personalisht. Për ta përmbushur këtë detyrim, luft deputetët që të ngrihen në kamp të dëgjojnë tekstin e dekretit dhe Ai proces
më shumë pret. Je personalisht të nështruaj tekstin e deklaratës së petimit dhe të realizoj shërbimet të deputetëve. S'ka në shkollë. Jo, ulla për e kafe të një. Qëtë deputeta të fotografu këtë rënë? Dërës. Dërë. U kënaqën. Deputeti apo deputetja që dërgohet në seancën themeluese kur bën petimin. Nuk ka. Në seancën e parë të vetur të radhës. Nëse deputeti ka pavarësi objektive për ta bërë petimin dhe në seancën e parë të vetur të radhës do të permetoj me shkrim kryetar të Kuvendit lidhur me shkaqet që justifikojnë mungesën e tij dhe petimin do të transmetimit të rrethanave të tij. Jo më vonë se në seancën e tretë të vetur të radhës. Vazhdoj me pikën e tretë të vendit. Zgjedhja e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Të nderuara deputete, të nderuar deputetë. Shpetur në ndemi gjetur të shtatë paragrafi 2. Konstitucionit të Republikës së Kosovës, ndemi një të rregullores së Kuvendit dhe në aplikimin e gjykatës kushtetuese. Rastet numër kod 693/95 dhe kod 696/95. Datë 13 kusht 2025. Kryetari i Kuvendit Sekretarja propozohet nga subjekti më i madh parlamentar, e cila apo i cili zgjedhet përmes votimit të hapur. Votim i cili mund të realizohet vetëm deri në 3 herë për kandidatin apo kandidatin e njëjtë. Andaj, në bazë të nenit 67, paragrafi 2, të Kushtetues së Republikës së Kosovës dhe në aplikimin e gjykatës kushtetuese në rastin numër 119. Të nderuar deputet, të nderuar kryesues të kësaj seance, shumë të dashur përfaqësues të institucioneve të shtetit tonë, të nderuar ambasador të pranishëm, ju të dashur gazetarë që të përfaqësoni këtë seancë. Mirë se po e gjejmë njëri tjetrin në këtë seancë të themelimit të Kuvendit të Kosovës, të kësaj legislative më saktë. Ju uroj secilin prej juve, nderuar kolegë deputet, që jeni zgjedhur nga ana e Republikës së Kosovës. Ju dëshiroj suksese dhe uroj që me këtë kuvend të veprojmë gjithmonë në frymën e bashkëpunimit e të marrim vendimet më të mira për qytetarët e Republikës së Kosovës. Grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje e propozon deputeten Albulena Haxhiu për kryetarën të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Faleminderit.
salë janë të stranishëm konstatoj plus deputetët që me ngritje dore të deklaruar për kandidatin e propozuar kandidatin e propozuar për kryetare të vendit deputetën zonja Zbulena Haxhiu. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Kanë votuar 66 deputetë. Kundër kanë dhënë votën 24 deputetë dhe 8 të tjerë kanë abstenuar. Konstatoj se kuvendi zgjodhi deputetën Zbulena Haxhiu për kryetare të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kryetarës së Kuvendit i dëshiroj suksese dhe punë të mbarë në legjislaturën e 10. Ftoj kryetarën e posaçërdhur të Kuvendit të Republikës së Kosovës, zonjën Zbulena Haxhiu, që ta zërë vendin e saj dhe të merë kryesimin e seancës të mejlisë. Qytetarët e Republikës së Kosovës, të nderuar qytetarë të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të nderuar qytetarë ambasador, të gjithë të tjerë të pranishëm në këtë seancë konstitutive, si dhe ju media që po përcjellni këtë seancë. Lejoni së pari të ju falenderoj për besimin e dhënë në udhëheqjen e legislaturës së 10 të Kuvendit të
do ta nderojmë punë të përditshme me transparencë, edhe me përkushtim të plotë. Të qenit në kryet kuvendit do të thotë të shërbesh Republikës, rendi demokratik dhe besimit publik. Kuvendi është shtëpia politike e të gjithë qytetarëve tanë, edhe atyre që pajtojnë me të ne, edhe atyre që mendojnë ndryshe, sepse shteti ju shërben të gjithëve. Detyra ime do të jetë të siguroj që kuvendi të funksionojë me dignitet, transparencë dhe me respekt ndërsjellë, në përputhje të plotë me kushtetutën, ligjet dhe praktikat të mira parlamentare. Do të sigurohem që secili prej jush ta gjejë hapësirën e vet këtu me të njëjtin dignitet dhe me të njëjtin respekt. Nga se një kuvend funksional është parakusht për një shtet të fortë dhe një demokraci të qëndrueshme. E di që kemi ardhur këtu me histori të ndryshme politike, me qëndrime të ndryshme, me bindje që shpesh në përputhen, por sot në këtë sallë ne kemi një detyrë të përbashkët. Tu shërbejmë qytetarëve me ndershmëri, me përgjegjësi dhe vizion, sepse ata presin nga ne zgjidhje, punë konkrete dhe bashkëpunim për të mirën e përgjithshme. Pavarësisht se dallimet tona janë reale, përgjegjësitë i kemi të përbashkëta. Kuvendi është vendi ku të ballen dhe merren mendimet, por ky institucion përtej rregullave dhe procedurave është vendi ku qytetarët e marrin seriozitetin tonë. Ata e shohin nëse dinë të dalin nga llogaritjet fitore kur preket e ardhmja e vendit. Prandaj kuptoj që debatet të zhvillojnë me argumente, kritikat të shoqërohen me përgjegjësi dhe dallimet të bëhen brenda respektit të sistemit. Nuk është e nevojshme të mendojmë njësoj, por është domosdoshmëri të punojmë në të njëjtin drejtim, në shërbim të Republikës së Kosovës dhe në shërbim të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne sot debatojmë ndihshëm në këtë sallë falë sakrificës së madhe të popullit tonë të liri, për fshirë luftën çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe kontributin e madh të grave dhe burrave që dhanë gjithçka për vendin. E sot këtu, në këtë pasditë e vim, pasi gjatë përditës kishim seancën gjyqësore ndaj shkretërve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Historia e popullit shqiptar të Kosovës është e qartë dhe është e drejtë. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë luftë e drejtë për çlirim. Dihet kush ka qenë agresori, dihet kush ka bërë krime në vendin tonë, ato janë të regjistruara dhe të dëshmuara nga bota mbar. Ato krime janë kryer nga Serbia, e cila kur asnjëherë nuk u përball me drejtësinë në mënyrë serioze. Përkundrazi, kriminalët e luftës u ricikluan në pushtet e u amnistuan. Ne presim që ish-krerët e UÇK-s të kthehen sa më parë në vend dhe tek familjes e tyre, dhe që këto organe të prokurorisë të marrin punë sa më parë. Për këtë duhet jemi bashkë. Prandaj të dashur deputet, në veçanti për çështjet që prekin interesin kombëtar, duhet të flasim me zë të qartë e të kemi qëndrim të përbashkët, me zotimin se kjo Republikë ka institucione që i dalin zot edhe në momentet më të vështira. Të nderuar deputet, ju siguroj se detyrën e kryetarës së kuvendit do ta ushtroj me panshmëri, integritet dhe përkushtim të plotë institucional. Dera ime do të jetë e hapur për çdo deputet që sjell ide, kritik apo propozim që e forcon një kuvend funksional dhe një republikë moderne. Juftoj që dallimet tona politike t'i kthejmë në energji që na shtyp përpara për të përballur me përgjegjësitë e mëdha që na presin. Kosova meriton një kuvend që punon me dinjitet dhe përgjegjësi, qytetarët meriton një politikë që i dëgjon, që vepron dhe që e mban fjalën. Kjo është puna që na pret dhe këtë standard do ta ndjek secilën ditë të këtij mandati. Le ta shfrytëzojmë pra këtë mandat për të ndërtuar besim, për të forcuar institucionet dhe për ta çuar vendin përpara. Le ta mbajmë këtë shtëpi politike të hapur dhe të drejtë për secilin që hyn këtu, sepse ky është thelbi i demokracisë. Në këtë frym, ju falenderoj për besimin dhe ju uroj punime të mbara kësaj legislature, gjithnjë në shërbim të Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve tanë. Faleminderit shumë.
20 vazhdojmë me pikën e 4 të rendit të ditës, zgjedhja e nënkretarëve të Kuvendit. Referuar ratifikimit të gjykatës kushtetuese rastin KO 165/25, datë 8 tetor 2025, votimi në pako e nënkretarëve të Kuvendit, qofshin ata që propozohen nga 3 grupe popullore parlamentare, apo nga komitete që nuk janë shumicë, nuk është shkrenimisht përcaktuar në kushtetues. I njëjti prav nuk realizohet nëse ka dakordim përmes të grupeve parlamentare apo deputete. Në mbledhjen e përbashkët të kryetarit të Kuvendit, zotit Ismail Basha nga lista Kuvendit, me kryetarët e subjekteve politike që kanë fituar punës në Kuvend, të mbajtur në 10 shkurt 2026, për përgatitjen e seancës konstitutive të legjislaturës së djegë të Kuvendit, është aprovuar nga përfaqësuesit të të gjitha subjekteve politike, pra të organizashmeve të mbledhjes së ndjenjë. Votimi 5 nënkretarëve të Kuvendit përpoqet pako dhe të mbështetet zgjedhja e 5 nënkretarëve të Kuvendit. Mbështetet nenin 67 paragrafi 3 të Konstitucion së Republikës së Kosovës dhe nenin 12 paragrafi 3 rregullohet të Kuvendit, tri subjekte kontrolla parlamentare të dalën në zgjedhjet e përpartura në 27 shtator 2025 e propozojnë nga një kandidat për nënkretar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Parafrakisht të thoj që kandidatit për nënkretar i subjektit më të madh parlamentar duhet jetë i gjymit tjetër nga ai që është. Prandaj ftoj përfaqësuesin e lëvizjes dhe vendosje që ta bëjë propozimin e kandidatit për nënkretar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Deputeti Trakulati ka fjalën. Faleminderit të nderuar kryetare, urime në profesorën e re, shkollë puna parë, të nderuar deputet, referuar propozimi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje për pozimin e nënkryetarit është sociologu, profesori universitar, kolegu deputeti Zotria Diagjore. Faleminderit të nderuar deputeti. Ftoj përfaqësuesin e OVK-s që ta propozojë kandidatin apo kandidaten për nënkretar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, deputetja zonja Greta Tegjur-Kodra. Faleminderit të nderuar kolegë deputet, Partia Demokratike e Kosovës për nënkryetarin e Kuvendit të Republikës së Kosovës propozon zonjën Flora Çeton. Faleminderit të nderuar deputet. Ftoj përfaqësuesin e LVK-s që ta propozojë kandidatin apo kandidaten për nënkretarët të Kuvendit apo nënkretar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Faleminderit kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës për nënkretar të Kuvendit të Republikës së Kosovës propozoj zotin Kujtim Basha. Faleminderit të nderuar deputet. Me bazë të nenin 67 paragrafi 4 i Konstitucionit të Republikës së Kosovës dhe nenin 12 paragrafi 4 i rregullorës së Kuvendit, një nënkretar do të jetë nga radhët e deputetëve të Komitetit Sel dhe një nënkretar nga radhët e deputetëve të komiteteve tjera që nuk janë shumicë. Bazuar në rregullorën e Kuvendit dhe gjykimin e gjykatës kushtetuese, propozimet bëhen në shkrim, tashmë sipas në shkrimit që ka pranuar nga Sekretaria e Kuvendit, ato janë propozuar pra në shkrim, janë propozuar në shkrim. Prandaj në këtë rast, ftoj përfaqësuesin e deputetëve të Komitetit Sel që ta propozojë kandidatin apo kandidaten për nënkretar të Kuvendit. Deputeti Igor Tomić. Srpske zajednice za potpredsjednika Skupštine predlažemo dugogodišnjeg potpredsjednika i poslanika Skupštine gospodina Slavka Simića. Atëherë propozuar është deputeti Slavko Simić. Tani ftoj përfaqësuesin e deputetëve të komiteteve tjera që nuk janë shumicë që ta propozojnë kandidatin apo kandidaten për nënkretar të Kuvendit. Deputeti Elberta Kuçi ka fjalën. Faleminderit të nderuar deputet Krasniqi. Ju njoftoj se nënkretarët e Kuvendit zgjidhen me shumicën e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit, pra sipas ligjit vota për. Në seancën konstitutive nuk është bërë debati,
përmendje edhe kryeministri Ahmet Ahari. Konstatoj se në sallë janë të pranishëm 160 deputet. Prandaj me këtë rast, kërkoj deputetët që me ngritje zore. Atëherë 115 deputet. Duhet deputetët që me ngritje zore të deklaruan për 5 kandidatët e propozuar që në kryetar të kuvendit. Shërshtuar. Thank you.